Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me postu një video që nuk ka të bëj as pak me recetat e gatimit, nuk ka të bëj as pak me recetat e ushqimit, nuk ka të bëj me asnjë lloj recete. Jam të postu këtë video për m'ju prezantu ndjeksave të mi që me ndjekun. Shumicën e videove kur i postoj, e postoj pra dhe me ditë kush jam unë në tashtim, pasi që shumë motra nuk më kanë pa kështu me prezantu veten, edhe shumicën e video shkan drejt normal me komentu të gjithë ndjekësit. Herë thojnë, Neri përgatit shumë receta, a je trash, e plot për ndryshe. Neri si pas zonit, je ma e modhe në mosh pak ma e vjetër, një gjë që mu nuk me bën përshtypje as pak, sepse gjithmonë i lutëm Allahut inshallah na mrrin ymri me mrrin pleqnim. Kështu që fëmija rriten, ne plakemi edhe se kemi atë problem as pak. Pra që kjo që përshifni është Neri, non e 3 fëmijëve edhe e gatshme që tash për me shku ndosën. Jam me trash kështu si që po më shifni, pasi që e kom postu edhe videon si e runë Neri peshen. Shumë motra pra më kanë pyet edhe për këtë arsye, kur e kom postu ka herë kështu në Instagram, ka një video të shkurt si e runë Neri peshen. E kom postu pra në videon se si unë ushqejem edhe kujdesem për peshen time. Normal konsumoj edhe nëse ju, por duhet me konsumu me mos. Ushqejem një herë në ditje, pi kafe pa sheqer, pi kafe pa qumsht, edhe pi shumë ujë, normal ushtrime dhe kështu me radhë. Jam e gatshme me shku ndosën, ju përshëndes nga Kosova june e bukur, ju falenderoj për çdo përqind recetat mia, nga kuzhina e Nerit, ju them deri në recetën e radhës, miru pofshim!